kundër? Kush abstenon? Edhe me BE-n, edhe me qeverinë amerikane, edhe me qeveritë partnere, po vazhdon të jetë kërkesë e jonja që përmes një qeverie kalimtare të mos presim që të krijojnë situata ku vjen një qëndrim sikur që ndodhi shtunën e fundit nga presidenti amerikan zoti Trump, i cili në rastin e Kosovës e nënvizoi si ndërhyrje të tij në rujtjen e paqes dhe dëmet këto 4 vite që ka ndodhur do të kthehet për të përmirësuar. Cila është dëmi më i madh, do të pyetni, që marrëveshja Vučić-Kurti në orë. Nga perspektiva jonë, nga ajo që ne lexojmë, kjo është ajo që Kosovës e ka sjellë dëmin më të madh, por konfirmimi që do të rikthehet nën kupton që duhet jemi gati, duhet të jemi të përgatitur dhe qeveria duhet të ketë legjitimitet, kuvendi do të jetë funksional, në mënyrë që të përballohet çdo kohë kur mund të ketë një thirrje, sepse ajo mund të vjen çdo kohë. Sikur në rastin e takimit të parë në shtëpi të bardhë, kur është ftuar zoti Oti për arritjen e marrëveshjes me 4 shtator, ka qenë e shpejtë, e programuar edhe kushtuar ftesa që të shkohet delegacioni dhe përbërja delegacionit është konfirmuar, përkundër që zoti Thaçi si president u ndal në Vjenë për shkak të paralajmërimit dhoma specializuar, ndërsa zoti Oti si kryeminist e ka marrë rolin edhe ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në realizimin e asaj marrëveshje. Ne jemi këtu me konfirmu dhe njëherë që opcioni i LDK-s për qeveri kalimtare dhe ndërtume në parime dhe në dakordime, në parime dhe të dakordohemi për agendën dhe për formatin e kësaj qeverie në mënyrë që të përballet këtë kjo agende përbashkët në interes Republikës Kosovës. Opcionet tjera që janë politike, partia e parë nuk po arrin me ndërtu marrëveshje për me ndërtu qeveri, dhe partia e dytë në opcionin e një bloku kundra i partisë parë, po ashtu është e shkurt në arritjen e një legitimiteti. Ne dëshirojmë që në racional, konkret dhe të zbardhur para qytetarëve. Ne nuk mund dalmi me propozime as të rasti parë, as të rasti dytë me diçka që nuk po arrihet mu maksimalizu dhe me mri një shumicë politike në kuvend. Dhe nëse nuk arrit një shumicë politike, atëherë vetëm është proces i destinuar me dështu, me abortu para se me fillu. Dhe ka nuk merr pjesë në këto procese. Kështu që opcioni jonë cilin fiton edhe partia e parë dhe partia e dytë më shumë, është mbi të gjitha vlerësohet qytetari i Republikës tonë, njerëz që kanë fillu me pa me neveri takimin e kësaj seance dhe me shtu presionin që të arrihet që të funksionalizohen organet e dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Fatkeqësisht edhe më tutje ne po insistojmë sepse një takim i madh ka ndodhur për këtë opcion, ka pas komunikim politik në mes liderëve politik, por partia e parë ka reagu ende pa dëgju mirë, ende pa lexu mirë, deri në fund dhe ende pa kuptu propozimin tonë, kanë fillu me reagime dhe me shkaktu shpesher edhe ato që quhet gare pështymës në procese politike, duke mos i dhanë mundësi me diskutu një propozim, një opcion i cili mund të jep dhe ne besojmë që është i vetmi opcion
që mund të jep zgjidhje krejt kësaj krize politike që po shkaktohet nga partia e parë. Me gjitha partitë politike, komunikimi i liderëve o zyrtarë gjithmonë mund të jetë në vende jo formale, por është gjithmonë i tillë, po ka pas takim edhe të presidentit e Republikës, ju e dini, ka qenë takim i ftuar për të dalë nga kjo situatë ku opsioni i LDK-s po ashtu është diskutuar. Urdhani? Nuk ka legitimitet askush në këtë fazë, këtë periudhë kohore që jemi, me përfaqësu Republikën e Kosovës në asnjë nivel, në asnjë format dhe në asnjë takim sa i përket dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Sepse ka shumë paqartësi nga vetë BE-ja, ndërmjetësi i mandatuar nga OKB-ja, ka shumë zhvillime rajonale që janë përtej këtyre që në Kosovë ende vazhdo të quhet normalitet, veprimet dhe reagimet kanë shku deri në nivel të konflikteve ushtarake tashmë, dhe edhe as kryeministri nuk ka mandat me përfaqësues mas plasmi me delegutë dikush tjetër çështën e dialogut. Duhet me u funksionalizu roli i Kuvendit Republikës, i cili e mbikëqyr procesin e dialogut, duhet mu zgjedh qeveria e cila me legitimitet ri dhe mandej duhet më ndërtu një konsenzus sa ma i gjërë në mënyrë që kryeministri i ardhshëm me shku me përfaqësu. Në anën tjetër, unë e thash për e konfirmoj edhe një herë, qeverinë detyrë me konflikt interesit pastër, duke shkel kushtetutën, sepse edhe deputet edhe minister nuk mundet, dhe kushtetuta ajo në fryma kushtetutës nuk e lejon, dhe mbi gjitha ministrat ma shumë po kalojnë kohën prokurorisë në qeveri, por vendimet që janë të sjell janë kundërligjore dhe me pasoja. Faleminderit shumë, ditën e mirë. Atëre po fillojmë në jeni dakord, të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar gazetar. Edhe sot, fatkeqësisht, në tentativën e 28 për themelimin e komisionit për votim të fshehtë dhe në atë të 34 për zgjedhjen e kryesisë së Kuvendit të Republikës Kosovës, nuk kemi ndonjë rezultat të dukshëm. Shprehim zhgënjimin ton të thellë me këtë bllokat të qëllimshme dhe në plotni në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës që bëhet nga partitë opozitare. Zgjedhjet janë një proces demokratik dhe në raste kur nuk i fiton ato, minimalja e etikës politike, besa dhe njerëzore është që ta pranon dhe të reflekton karshi rezultatit dhe se të vazhdojmë tutje me rrjedhën procedurale të konstituimit të organeve kushtetuese të shtetit tonë. Por kjo nuk po ndodh në Kosovë. I natët destruktive politike, pa ndonjë qëllim të qartë, po e mbajnë peng tash e disa kohë Kuvendin e Republikës Kosovës. Me gjast, krejt kjo situatë, në pikvështrimin opozitar, po synohet që të ndërtohet si rast i pashembullt në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, ku dëshmohet një forcë destruktive në pengim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe vrasje, a jeni duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese për të pasur një marrëveshje për të zhbllokuar Kuvendin ose për të formuar institucionin? Ne jemi në proces të pritjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, vendimi i cili do ta sqaroj procedurën e votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe me qenë se është iniciuar ky rast në këtë institucion, na mbetet neve të presim atë vendim në mungesë të reflektimit të deputetëve të opozitës. Edhe njerë vlen të theksohet që ky insistim, kjo qëndrueshmëri absurde e partive opozitare është për mu çudit me të vërtetë. Sikur ta kishin këta deputet respektiv të këtyre partive. Këtë qëndrueshmëri për me i bloku proceset më të dëmshme të cilin i ka kaluar Republika e Kosovës në kaluar, sikurse që është asociacioni për shembull, sikurse që ishte demarkacioni, sikurse që ishte ligji për amnisti të strukturave kriminale paralele, e shumë vendimet të dëmshme që e kanë prek sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit tonë,
Besoj unë që Kosova do të ishte në BE, po problemin e kanë qëndrueshmërinë absurde dhe destruktive në pengimin e zgjedhjes së Albulena Haxhiut, e cila asnjë nga këto vendime të dëmshme kundër interesit të Kosovës nuk i ka votu. Ndoshta është çështje edhe ndërgjegjës së tyre, ndërgjegjës sovrar që po mundohet ta reflektojnë në vot bllokuese kundër Albulena Haxhiut, por nuk do t'ja dalin vetëm se po e rëndojnë pozitën e Kosovës. Unë nuk jam informuar në lidhje me takimin në fjalë, unë uroj që të ketë sa më shumë takime të tilla nëse është e vërtet, unë uroj që deputet të cilët ende nuk i ka u arsyeja të reflektojnë në këto momente mjaft kritike, sepse me të vërtet vendi ka nevojë sikurse asnjëherë më parë për zëra të arsyesh që reflektojnë tani dhe me guxim për t'i kundërshtu blokadat e paarsyeshme, për t'i kundërshtu qasjet antikushtetuese politike dhe t'i hapim rrugë Kosovës. Kurse sa i përket çështjes së kandidaturave, besoj që lëvizja vetëvendosje shumë shpejt do ta përmbyll këtë proces me nominimin e të gjithë kandidatëve në për të gjitha komunat e Kosovës në brenda këtij muaji dhe se kreçka duhet të pritet vetëm formalizimi, nuk mund të pohoj as të mohoj ndonjë vendim të tillë. Kjo gjë nuk është se është obligative, kjo gjë nuk është se është e detyrueshme për çdo që ja mësyn garës komunale, por se i mbetet në vendimin personal të secilit deputet nëse eventualisht dëshiron të hyjë garës për zgjedhje komunale. Ju po thoni që ish partitë opozitare duhet të reflektojnë, por si parti e parë me 42%, a mundesh më na dërgu veç një veprim konkret që e keni bërë në 48 orë të fundit. Pra, prej datës 17 qershor deri më sot, veç një veprim konkret që e keni bërë si lëvizje vetëvendosje për me zhblloku ngërshën politik. Pra, pyetja është nëse lëvizja vetëvendosje ka bërë vetëm një veprim konkret për zhbllokimin e situatës në cilën është Kosova. Po, veprimi konkret është pjesëmarrja jonë e rregullt në seancat e kuvendit. Veprimi jon konkret është propozimi sipas obligimit kushtetues dhe ligjor për kandidatin për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Veprimi konkret është pjesëmarrja në votim, i cili paraqet obligim kushtetues dhe juridik të gjithë deputetëve që mos e bojkotojnë këtë procedurë, pra votimin. Prandaj, vetmja palë konstruktive në krejt këtë muhabet është grupi parlamentar i lëvizjes vendosje dhe po shihet qartë se kush është bllokuesi. Unë i vetëdijshëm që është ka investohet shumë në narrativën opozitare për ta fajsu subjektin fitues të zgjedhjeve. Mirë po, ne nuk mund t'i mbyllim syt para fakteve të cilat janë të kokforta dhe janë të pakundërshtueshme. Lëvizja vetëvendosje është duke i kryer të gjitha obligimet që bien mbi të për të dalë nga kjo situatë, kurse partitë opozitare janë duke bërë secilin veprim të mundshëm që mund ta shpik imagjinata e njeriut për me majt status quo respektivisht gjendjen e bllokuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Po partitë të tjera po marrin pjesë në kuvend në stilin nomadik. Nuk janë të interesuar për me bë shtëpi. Ata po hyjnë e po dalin pa i kry obligimet të tyre për çka janë votuar dhe zgjedhur. Liderat e partive po takohen në mesvete, si po i quajnë veprime në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e situatës. Lumira Dixhiku e konfirmoi sot ditë që është aty dje më tani. A ka këto lloj veprime televizës vetëvendosje, sepse pjesëmarrën po e shohim pra si veprim konkret. Po pyes për veprime të tjera konkrete që mbasi janë edhe jashtë seancës. Unë uroj me të vërtetë që liderët opozitar të kenë takime të tilla me njëri tjetrin, sepse kjo spaku do të ishte një shaj që nuk i ka hub ndjeshmëria që po e manifestojnë përmes bojkotit në kuvendin e Republikës së Kosovës, po ndoshta janë ato takime për kafe ose që i ka marrë malli me nejt me njëri tjetrin, por nuk po kanë rezultate të nderuar këto takime. Fatkeqësisht po them nuk po kanë asnjë rezultat. Nëse ka ndonjë rezultat, është mirëmbajtja e krizës politike dhe bllokadës antikushtetuese. Këto takime do të ishin të hajrit nëse do të prodhonin ndonjë rezultat që është këtë rast votimi dhe konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës.
nuk është se ne kemi diskutu për këtë çështjen e presidentës, mirë po mbi bazën e asaj që kam qenë dëshmitar në këto 2 muaj, nëse nuk jam gabim, hiç nuk o larg mend që bën edhe matematika të tilla, sepse me të vërtetë ma llogaritar pa imagjinueshëm për mua, të nivelit që se kisha besu se ekzistojnë, sesa që të në kuvend të Republikës Kosovës, unë nuk kom pa. Nuk përjashtohet as kjo mundësi. Lëvizjave të vendosja ka vetëm një interes i nderuar, me zgjedh kryesinë e kuvendit, me zgjedh kryetarin e kuvendit, nën kryetarët e kuvendit, me kalu në proces të votimit të qeverisë së Kosovës e pastaj me fillu punët sepse na presin shumë obligime, shumë çështje që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, me vendime që kanë të bëjnë me lehtësimin e atyre problemeve që ballafaqohen qytetarët, po fatkeqësisht po jemi të bllokuar në këtë moment. Kjo nuk besoj që qëndron për shkak se në njërën anë kemi një parti opozitare cila thotë se nuk do ta voton asnjë kandidat të propozuar nga radhë e lëvizjes së vendosje. Pastaj kemi një parti e cila thotë se nuk do ta voton asnjë antar të qeverisë Kurti. Pastaj kemi po ashtu një parti e cila bën propozime mbi bazën e parapëlqimeve subjektive, po jo diçka konkrete. Unë mendoj që krejt është kjo një farsë që po thuhet në opinion publik për me arsyetu këtë krizë dhe blokada antikushtetuese. Këto parti nuk e kanë as përkushtimin dhe seriozitetin minimal për me dalë këtë situatë. Është një show i kot dhe lojë me nerva që po bëhet me qytetarët e Republikës Kosovës. Nëse nuk keni, ju falenderoj.